në zgjedhjet e kaluara. Nuk harroj kur ka qenë, në mendimin tim është fjala më e mirë e zotit Rama, mbas zgjedhjeve. Ai fliste për aeroporte në momentin kur fitoi, që mbajti fjalimin me njëherë, pa ofenduar kundërshtarët, po për projeksione strategjike. Ndërsa doli zoti Basha, në atë kohë ishin dhe këta njerëzit që janë rreth Berishës aty, dhe rinin si tulator, dhe thoshin broçkulla që një strategjist i komunikimit duhet ja shpjegonte. E para që të pranoni një lloj faji, dhe dyta të krijonin empatinë e humbësit, që është një nga empatitë më të jashtëzakonshme për publikun. Dhe këtë zoti Basha nuk e bëri, atëherë dhe me bekimin e zotit Berisha, sepse e mbajti edhe 2 vjet në pushtet. Dhe zoti Rama gjithmonë tashmë e shikon PD-n nga sipër, me çka kanë parë. Ndoshta jam i gabuar këtu dhe unë korrigjoni, ai ka një lloj druajtje nga partitë e reja, pa çka se dhe atyre u ka gjetur, dhe për shembull ajo gjetja e qilimave fluturues ishte shumë interesante, dhe jam çuditur pse krahasimet e tij po vinë nga bota muslimane. E para me qilimat fluturues dhe e dyta me këtë që e kapët shumë mirë me landin me Latif. Latif arabisht dhe turqisht është gjë e mirë, gjë e këndshme, gjë të themi shoqërore e kështu. Dhe po ta shikosh me zgjuarsi, ai dhe si personazh la civitan e quan të tillë, të mirë për këta që mundohet t'ia shu, po për humbjen. Ka një cinizëm të papar dhe me zotrim. Luajni me bollën muslimane, sepse duhet thënë Beni që tashmë në politik vlen shumë edhe feja. Absolutisht. Dhe ortodoksët kanë një lloj lidhje me të majtën, qoftë edhe... Po, t'ju them një element. Pse është element i zgjuar, dhe ndoshta prapë do më ndihmoni ju. Në shfaqjen e Bajramit të madh që u bën në shesh, ti shikoje masivitetin e tyre. Dhe disa ditë më vonë, kur bëri mitingu zoti Rama, në krah kishte një muslimane. Po pikërisht, këtu do dilnja. Këtu do dilnja që ortodoksët në përgjithësi votojnë të majtën, Partinë Socialiste, edhe po ta shohësh, janë edhe ndër zhvilluesit, se për ta prurë punën katolikët, po ortodoksët e morën, e zhvilluan, e bën, sa që në byron e parë politike vetëm Enver Hoxha ishte musliman, gjithë tjerët ishin ortodoks. Pastaj, ky është një element që mbeti gjithmonë në shtetin shqiptar, elementi ortodoks edhe si element më i shkolluar, më i... Por, elementi musliman ka filluar po krijon një lloj identiteti dhe jo pa qëllim, Rama ka bërë edhe një afrim me Erdoganin, dhe unë mendoj që Erdogani ka një ndikim 3-4% të votës këtu, dhe është një ndër shkaqet e humbjes së thellë të Berishës në 2013, ndikimi i elementit filoturk, po e quaj filoturk, jo musliman, dhe marrja e një gruaje me Shami. Është një afilacion i dukshëm i Ramës, një flirt i dukshëm i Ramës me botën muslimane, me klerin musliman, i cili duhet, me thënë të drejtën, historikisht ka qenë më apolitiku në Shqipëri. Në sensin që nuk ka pasur xhelozira, pse katolikët, pse ortodoksët, pse... Do më thënë, jo gjithmonë edhe në shtetin shqiptar dhe në shoqërinë shqiptare është pasqyruar raporti që ka qenë terren. Ndoshta edhe për arsye të tjera që i thash, e ceka njërën më sipër. Kështu që mendoj që Rama edhe këtë rrallë, pavarësisht se u bën 4 mandate, nuk i ka ikur ajo shkëndia e marrëdhënieve me publikun. Në këtë sta jep asnjë lloj këshilltari, të biesh një muslimane në krah, të jep vetëm ti që e njeh terrenin dhe e di se si vepron. Apo jo, Lan? Po, unë jam pak skeptik tani lidhur me këtë aspektin fetar. Po ti ande nga jetë ti në përgjithësi nuk ndikon kjo, po në Shqipërinë e mesme ndikon. Se jam edhe unë ande edhe di që nuk pyesin shumë. Gjysma e fisit tim është martuar me ortodokse, prandaj përfshi edhe zotërin në fjalë. Po edhe në Tiranë nuk shikoj tani në një, do mund të ketë ndikime,
por familjet janë të tilla që janë të lira, janë të shkartisura, janë të kryqëzuara, musliman, katolik, ortodoks, dhe nuk shikojnë se unë flas kryesisht për Tiranën, sepse këtu nëse bëhet fjalë për këtu. Jo, nuk është vetëm Tirana i dashur, është Shqipëria e Mesme, është edhe Kavaja, është edhe Durrësi, deri afër Laçit. Okej, kam një pyetje që ja bëj dhe vetes. Atëre, duke qenë Kavaja ka shumicë besimi musliman, si ndroi vota nga PD-ja te PS-ja? Dhe është një ndryshim i cili ka qenë më tepër një ndryshim klientelist se sa një ndryshim. Megjithatë duhet thënë që kleri musliman nuk është se ka ndërhyrë ndonjëherë në zgjedhje. Jo, nuk shikoj që të kenë ndërhyrë, nuk shikoj. Në përgjithësi kleri ka qenë i distancuar. Ortodoksi në rrogoz po. Edhe katoliku ka një 2 priftrinë që ju pëlqejnë shkrimet. Është dhe rasti Shkodrës, Land, që shikohet në Shkodër. Më ka thënë një fenomen që është interesant. Në Shkodër, vetëm në Shkodër shkon. Jo, nuk është ashtu si thoti. Nuk është ashtu si thoti, vetëm në Shkodër. Tashi ti je me Partinë Socialiste në Shkodër, është trend. Dhe diçka e tillë ata po bëjnë edhe në Kavajë. Dhe bastionet e PS-s në Shkodër janë në përgjithësi muslimane, me prevalencë muslimane. Lagjet që janë të banuara kryesisht nga musliman votojnë PS-n. Edhe mos e haro, shiko, Landi, kur një musliman i cili mund t'jetë edhe afetar, nuk po them ateist, mund t'jetë edhe afetar, në momentin që shikon një grua me shami aty, thot, ja pra, edhe neve na identifikuan, se nuk identifikojnë asnjëherë politikisht, pra edhe PS-ja që ka edhe për neve. Prandaj, nuk mos e shiko, mua më duket si gjetje Ramës ajo. Shko, Rama listat i ka bërë, e kemi diskutuar edhe bashkë tani, që listat i ka bërë si të ishte një lojtar shau. Dhe ka futur... Ka kombinuar krahinat, sektet fetare, fet... Po, do dhe ka futur besimet dhe ajo muslimane duket edhe nga Shamia, ka futur profesit krajinore dhe deri fjallavie në Tiranë tani 3 zyrtar të lartë bashkëpunëtor të Erion Velias në listën e hapur, sigurisht në listën e hapur, njëri është nënkretar i bashkisë, tjetri është kryetari i njësisë nr. 2 dhe tjetra është një bashkëpunëtore edhe e Ramës, edhe e Veliajt, drejtoreshe e rëndësishme, që ata maksimalizojnë votat në Tiranë dhe Rama thashë ka bërë lojtarin e shaut. Çdo lëvizje e kalkuluar në artimin e listave. Nuk ka qenë kështu e Partisë Demokratike. Lista e PS-s, për mendimin tim, është një llogaritje matematikore, jo sikur Rama ishte piktor, por sikur të ishte një kalkulus matematikor dhe me makinë llogaritse madje në dorë. Absolutisht po. Domethënë mua Berisha ka pas qenë dikur shumë i kujdesshëm në këtë pikë. Në kombinimet krahinore, fetare, Berisha i 2005-s ishte i tillë. Edhe më përpara, ka qenë, domethënë, në 92-shin ka qenë i kujdesshëm në... Prandaj ata duhet kuptonin që pas 12 viteve, plani i 2025-s duhet ishte një plan krejtësisht novator. Por ata s'arritën ta kuptonin. Patjetër.